treshe dukatit edhe sot e kësaj dite, mbas 20 shekujsh, mbas 25 shekujsh ndoshta edhe më tepër, sepse dokumenti është përpara 25 shekujsh, këndohet po në këtë forum. Si të thuash, e di, këngëtarët mbajnë kokën lartë, kanë gojën e hapur, se këtu nuk duket edhe shumë qartë, edhe kërcejnë edhe valle midis njëri tjetrit. Kalim të tjetra? Këtu kemi përsëri një këngë që vazhdon të ushtrohet në traditat tona, që ka të bëj me një këngë që quhet këngë me gisht në fyt. Këtë këndojmë kryesisht sot, sepse ajo ka qenë e përhapur në të gjithë territorin e vendit tonë. Sot ajo është e kufizuar vetëm në disa zona veriore të vendit tonë. Tjetra? Këtu kemi të bëjmë me një zbulim interesant të shekullit 4, që është zbuluar në fshatin runik të Kosovës, që quhet fylli globular. Dihet që në shekullin 4 melodit kanë qenë me 4 zera. Zbulimi i këtij të fylli është një nga instrumentet më interesant në të gjithë fondin e instrumentave tonë muzikor, për arsye se ne me anë të matjeve që mund të bëjmë, sepse fylli nuk gjendet në duart tona, po është gjendet në muzeumin e Serbëve, në muzeumin e ish Jugosllavisë së hershme, e cila ajo e mori dhe fond edhe vegla është në muzeumet e tyre, dhe nuk kemi mundësi, po unë kam pasur mundësi që ta kem në dorë këtë instrument, edhe nuk kam patur dhe kohë dhe mundësi që të ekzekutonja një regjistrim me këtë, sepse regjistrimi muzikor ne do na jepte një të dhënë shumë interesante, që mund të jetë një zbulim botëror, se çfarë tinguish nxjerr ky, sepse fylli kishte 3 vrimat, domethënë ishte 4 nota. Pikërisht 4 nota që posedonin strukturat melodike të shekullit 5, 4, 3, 2, 1. Këtë mundësi ndoshta mund t'ja lëm kohës, nëse raportet tona do të përmirësohen, atëherë ne mund të bashkëpunojmë me shkencëtarët serbë dhe mund të na lejojnë, mund të na japin mundësinë që ne ta përdorim këtë